Do të flasim edhe pak edhe me ca zhvillime shumë interesante që kemi pasur ditën e djeshme. Kjo sepse sot në studio kemi deputetin e qarkut të Beratit, doktorin gjithashtu Zia Ismaili dhe një që e njeh mirë edhe garën për bashkinë. Mirëmëngjes doktor, mirë se erdhe. Mirëmëngjes gjithë. Ka qenë ditë e gjatë. Po, absolutisht ka qenë një ditë shumë e gjatë, një ditë maraton në Parlamentin e Shqipërisë. Një ditë e cila ju dha dhe satisfaksion? Satisfaksioni që në fund me gjithë skenarën e ngritur nga pozita, e cila për posërendit të ditës me 22 pika do të zgjaste një seancë maraton, po duke qenë se gjithë deputetë opozitës që është përgatitur për të folur për atë që ishte pika më e rëndësishme e rendit ditës, legjimi i barazinë gjinore, në një skenar të paprecedent, kryetari i Kuvendit bashkë me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste vendosën që të anullojnë të gjitha diskutimet në lidhje me projekt ligjin për barazinë gjinore, duke kaluar dhunshëm në mënyrë arrogante me forcën e kartonave të gjitha projekt ligjet që ishin parashikuar për seancën e djeshme. Mos ndoshta ka ardhur moment që fjalimet i bëni te dera e Kuvendit dhe pastaj aty të futeni për procedurë? Për këtë ngelet një falënderim për mediat, të cilat kanë qenë dashamirëse në pjesën e jashtme të parlamentit, duke dëgjuar deri në një pikë fjalën e opozitës, por Kuvendi është kuvendi shqiptarëve, nuk është kuvendi i Partisë Socialiste, as i atyre mandateve të vjedhura në farsa elektorale e 11 majit. Është kuvend që i takon gjithë shqiptarëve dhe zëri i opozitës dhe çdo deputeti duhet të ndihet brenda sallës së atij kuvendi pasi për atë punë janë zgjedhur dhe deputetët. Keni marrë mesazhe nga bashkëqytetarët tuaj, nga votuesit tuaj në Berat për këtë ligjin, e kanë kuptuar njerëzit çfarë ligji po kalon realisht? Ajo që do të them, në radhë parë do të falenderoj pamas komunitetet fetare të Beratit, të cilat na mblodhen një takim herën e parë për të diskutuar mbi këtë projekt ligj për barazinë gjinore, dhe ato ishin totalisht në përputhje të plotë me mendimin e opozitës në lidhje me saktësimin që do të jenë vetëm 2 gjini binare, mashkull dhe femër. Mos kemi gjini të shumëfishta dhe lloj të ndryshme gjinisë, të cilat sjellin pasojat e veta dhe në shoqërinë shqiptare. Do të jemi shumë të ndërgjegjshëm. Zoti. Ju çfarë specializimi keni si mjek? Unë kam bërë pasion star për mjekësi ligjore. Mjekësi ligjore. Si do të ndani tani? Duhet të sqaroj diçka në praktikën time të punës. Kam bërë ekspertime të natyrës ndryshimit të pjesës gjinisë të cilës takon vetëm me vendimin e gjykatave. Nuk mund të jetë ligje shqiptare, ligji për familjen, ligji për barazinë gjinore, apo për diskriminimin apo mos diskriminimin, ajo që mund vendosi gjinitë e shumëfishta. Zoti e ka krijuar që do të ketë një burr dhe një grua, një mashkull dhe një femër. Dhe natyra e ka sjellë që shoqëria do të formohet mbi bazën e